Si ka shkuar procesi i votimet? Shumë mirë, kur ma mirë nuk kanë shkuar. Inshallah veç shkon sot dita e mbar e me rregull, pa kur far problemesh. A keni pas problem për me gjej qendrën e votimet? Jo, asgjë s'kena pas problem, shumë në rregull krejt o shku. Çka presni nga këto zgjedhje? Po I presëm më të mirat, me krejt të mirat presëm. Dhe jem shumë të kënaqur. Veç urime e përpara. Po unë tash erdha për me votu qëtu që kom votu edhe vitin e kaluam këtu. Edhe ata më thanë që votimin tash e kam me bon Matiqan, me shku me këqyrë shkolla Zenel Hajdini. Tash edhe nuk ka bashkë në rregull që kjo me të qu tash këtu atje unë e banej në breg bjellit. Pra zgjedhjet e kaluara ju veç se keni votu këto në këtë qendër që Po, zgjedhjet e kaluara kom votu qëtu, shkova dhe tu tash thanë që nuk e ki këtu këtë votimin. Çka presin nga këto zgjedhje? Mirë. A presin ndryshim? A I ma mërmenja që e diçka duhet me ndryshuar. Po, në këtë që zë kom këshyrë, e kom posë që fakultetin filologjik e kom votimin, erdha në rregull është. Pra keni qenë njoftuar para praktikë se ku keni qenë? Po. Edhe pse për zgjedhje kombëtare kom votu në Asan Prishtinë, kom posë so herë mashinë qitë këto, po, në rregull është. Çka presin nga këto zgjedhje? Si krejt shtetor, presë mu përmirësu gjendja i unë, qëtu sanet bazike. Qëtu në betorina, shtatë qënë ndacak, ndryshimin, ma shumë siguri për shtetorët. Jo me full për tutje për një jetë tjetër, me full për shtorë. Qana e përjetojnë ashtë dhe ditë. Trafikun, rrugët, qika që.